Ai po e vuan ata për shkak se është u mbajt në mënyrë pa drejtë, po thotë se ne kërkojmë që të angazhohen më tepër institucionet tona, po sidomos të ndërkombëtare. Arnori sa i përket gjendjes fizike është mirë, është për shkak gjendjes emocionale, dihet se është i lodhur, është i mërzitur nga padrejësia që po i bëhet. Ndërsa me u maltretuar nuk është i maltretuar, sa i përket maltretimit fizik nuk ka pasur. Sjellja ka qenë korrekte. Ai po e vuan ata për shkak se është u mbajt në mënyrë pa drejtë, po thotë se policinë ka thuar se kalon me 1 nëntor ka dhënë dorëheqje 2022. Sa ky akuzohet për rastin i cili ka ndodhur në 24 shtator 2023-s. S'ka të bëjë fare me atë, ka udhëtuar më herët, mirë po nuk është ndarë. Problemi është për shkak për shemb që ka punuar si polici i Kosovës. Se për asgjë tjetër. Po, dokumentacionin, të gjitha dokumentacionin kemi dorëzuar avokatit, dhe avokati ka proceduar në prokurori. Dhe institucionet tona janë angazhuar, mirë po ne kërkojmë që të angazhohen më tepër institucionet tona, po sidomos të ndërkombëtare, sepse kjo është një padrejësi e madhe që po i bëhet Arnori dhe shumë ndjenjave të tjerë tanë që po i bëhen. Dhe ne kishim kërkuar për organizatave ndërkombëtare, sidomos to për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe ambasadave të shteteve tuaja që të reagojnë më tepër.